Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot po fillojmë një video të re. Videoja sot do jetë një nga ato video që ju i preferoni më së tepërmi. Sot do t'ju tregoj të gjitha blerjet që unë kam bërë tek Temu dhe nuk jam pak, është gjithë kjo pakoja e madhe. Dhe përveç kësaj do t'ju tregoj dhe të gjitha blerjet që kam bërë gjatë kësaj jave, të cilat janë goxha interesante dhe mezi po pres që t'i ndaj me ju. E di që shumica nga ju prisin një vlog, por duke qenë se unë kam qenë pak e ngarkuar, nuk është se kam xheruar dot një vlog, sepse thjesht kam qenë gjithë kohën duke punuar dhe nuk kam bërë asgjë interesante për t'ju treguar, por ju premtoj që videon tjetër do të kem një surprizë për ju dhe do të jetë një nga ato vloge që ju i adhuroni dhe i preferoni shumë, kështu që mos harroni të më bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Dhe më komentoni poshtë pjesën tuaj të preferuar të videos. Unë do të filloj t'ju tregoj të gjitha blerjet që kam bërë tek Temu dhe këtu sipër do t'ju lej të gjitha videot të cilat unë i kam bërë më përpara me hole nga Temu, të cilat mund t'ju vinë edhe ato në ndihmë. Dhe nëse nuk i keni parë akoma mund t'i shikoni tani. Dhe kjo i bie që të jetë videoja e tretë që unë tregoj blerje nga Temu, kështu që le të fillojmë. Të gjitha produktet do t'i le poshtë me link edhe ju mund t'i porosisni direkt nga linku për t'ju lehtësuar punë dhe kërkimet, ndërkohë që produktet do t'ja u le me foto këtu lart se si i kam parë dhe se si më kanë ardhur dhe normalisht që do t'japim edhe vlerësimet, përshtypjet dhe të gjitha këto. Pasi të përfundoj me pakon e Temut, normalisht do t'ju tregoj dhe blerjet e tjera që kam bërë gjatë javës, kështu që do të kemi pak punë në këtë video, po filloj pa humbur kohë me të gjitha blerjet nga Temu. Këtu është pakoja dhe këtë herë unë kam vendosur që të ble vetëm rroba, pra mos prisni të shikoni gjë tjetër. Të gjitha blerjet që kam bërë janë rroba, sepse isha vërtet kurioze të shikoja se çfarë cilësi do të vinin veshjet nga Temu. Duke qenë se nga shenjë kam bler disa herë dhe kam ngelur e kënaqur deri diku mund të them, mendova të testoj pak këto veshjet e Temut, materialet, cilësinë, ndryshimin nga fotoja edhe të gjitha këto. Do t'ja tregoj tani me radhë, bashkë me masat, edhe me foton këtu bashkë me çmimin dhe të gjitha linket e produkteve, po e përsëris edhe një herë. Do t'i keni poshtë në description bashkë me linkun me emërtimin e produktit dhe ju mund ta blini direkt nga linku dhe ju lehtësoj dhe ju kursej goxha kohë. Po fillojmë atëherë me produktin e parë. Produkti i parë është një këmishë. Po e hapim. Çdo produkt vinte në qese më vete, pra pak a shumë si organizimi i shenjë, le të themi, ai organizimi ishte. Dhe është kjo këmisha këtu. Siç e shikoni, është në ngjyrë krem dhe ka disa pjesë transparente dhe ka këtë lulen, tani për në pranverë më duk goxha e bukur. Siç e shikoni këtu ju kam lënë dhe foto, nuk është se ka shumë ndryshim. I ka të gjitha pjesët transparente dhe këtë lulen dhe besoj se me këtë mund të bëjmë shumë kombinime për tani në pranverë. Unë këtë e mora masa M sepse e doja pak më të lirshme, por nëse ju doni masën tuaj fiks, merrni masën tuaj fiks. Pra prerja është fikse, le të themi. Kjo është fiks M, ndërsa nëse do merrja sa do ishte pak më e vogël dhe më mirë M, sepse unë i preferoj pak gjërat e lirshme. Dhe çmimin e keni aty gjithashtu në foto dhe linkun po ja u le poshtë në description. Nëse do t'i vendosja një notë, do t'i vendosja një 9 nga 10 kësaj këmishës, sepse është pothuajse fiks si në foto, pothuajse. Thjesht pak ndryshim materiali mund të ketë. Produkti i dytë. Kam vendosur që të marr këtë jelekun e bardhë, ishte goxha fin. Është këtu, i ka këto kopsat kështu dhe këtë materialin në ngjyrë të bardhë. Dhe të them të drejtën e ka pak prerjen e madhe. Si material është okay. Është okay, nuk është aq i plot sa duket në foto. Ndoshta është pak i tedukshëm, por normalisht që këtë do ta veshim me recipetat e dura. Pëlqen dhe kjo forma, domethënë këto, si mund t'i quajmë këto tegelat këtu tek copa. Duken bukur dhe rinde shumë mirë edhe në trup, sepse unë këto normalisht që i hapa dje dhe i provova, sepse nuk duroja dot deri sot sa të bëja video.
dhe për të dhënë dhe një vlerësim të mirë këtu tek ju që ta dini pak a shumë. Si prerje ishte goxha e lezetshme dhe duke i bukur dhe mezi po pres që të bëj një kombinim. Nëse do t'i vendosja një notë, edhe kësa do t'i vendosja një 9 nga 10 sepse prisja materialin të ishte pak më i plot. Për pjesën tjetër është shumë okej. Vazhdojmë me vlerën tjetër. Këtu kemi një fund të bardhë me pala, është ky fundi këtu, si që shikoni, dhe është kështu nga të dyja anët. Po ja u le dhe foton këtu bashkë me çmimin, unë kam marrë masën medium në këtë rast, ka goxha gjerësi, sepse është dhe me elastik, kështu që mund të merrni një masë më pak. Pra, nëse ju jeni më, mund të merrni dhe S sepse ka goxha lirshmëri dhe unë u pendova të them të drejtën që nuk mora S, por gjithsesi do t'ja gjej hanën edhe do bëj një kombinim. Nga produktet që kam marrë deri tani, ky fundi ishte ai i cili më pëlqeu më pak, ndoshta sepse e kam marrë pak më të madh dhe nuk më ri fiks ashtu si do doja, por gjithsesi për një kombinim është okej dhe për çmimin që kishte është po okej, sepse çfarë mund të presësh me atë çmim, dhe në fund të ditës mund ta veshësh vetëm 2-3 herë dhe kaq, sepse shumica e rrobave, themi të drejtën, na mërziten pasi i veshim 2 apo 3 herë. Njësoj ndodh edhe me rrobat që kemi blerë më shtrenjtë, kështu që ndonjëherë është më mirë të blem lirë, edhe bëjmë 2-3 kombinime dhe pastaj thjesht mund të marrim diçka tjetër, sepse do na mërziten në fund të ditës. Nuk e di për ju, po mua kështu më ndodh, domethënë me çdo gjë që ble, edhe e vesh një herë 2 herë dhe pastaj nuk më vjen që ta vesh më. Qoftë edhe materiali më i mirë të jetë apo brendi më i mirë të jetë, thjesht më mërzitet me kohën edhe thjesht dua gjëra të reja, prandaj shpeshherë nuk ble gjëra shumë të shtrenjta sepse e di që do më ndodhë e njëjta gjë dhe nuk ka lidhje me çmimin apo me cilësinë e produktit. Për sa i përket këtij fundit, nëse do t'i jepja një notë, do t'i jepja një 8 nga 10. Linkun po ja ule poshtë nëse ju doni ta porosisni dhe nëse doni ta keni këtë për kombinime. Vazhdojmë me produktin tjetër. Kemi një set. Është fund edhe një crop top. Crop topi është këtu, i kam zgjedhur në ngjyrë mishi dhe me këtë dantelën e bardhë. Ja, pra, është kështu në këtë formë. Këto i kam marrë masa small, edhe të them të drejtën kam bërë mishi, kam marrë masa small, sepse kishin goxha lirshmëri, pra copa ishte goxha elastike, dhe nëse do merrja më, do më rinte e madhe dhe kam bërë mirë që kam marrë masën S. Dhe fundi është kështu, pra është deri në një farë pike me atë materialin ngjyrë krem dhe pastaj thjesht ngelet poshtë antella dhe vjen komplet pas trupit, kështu si në foto. Tani normalisht që në foto duket sikur është material pak më i plot, më i ngurtë, në fakt është material goxha i butë dhe goxha elastik. Të them të drejtën, ky set të tregon pak më shumë në peshë se sa je, për shkak të ngjyrave dhe materialit, po gjithsesi për një kombinim është okej dhe tani për verës me një paltaka të thjeshta, pse jo, një pasdite, do jetë okej besoj dhe për çmimin që kishte ja vlen, kështu që unë do ta votoj me një 9 nga 10. Dhe më pëlqeu, nuk është se më pëlqeu. Mund ta gjeni poshtë edhe këtë produkt në description. Vazhdojmë me produktin e radhës. Kam një fustan që më super pëlqeu, është këtu, po ja tregoj edhe tani. Dhe është ky fustani me këtë fjongon e bardhë këtu dhe është komplet i gjatë dhe ka një të çarë mbrapa. Me thënë është identik si në foto. E vetmja gjë që ndryshon nga fotoja është gjerësia tek beli.
Pra, kur e vesha në trup, ky fustan më rinte pak më i gjerë se sa duhej, pra këtu duhet ngushtuar pak, duke qenë se unë si struktur kam një bel goxha të ngushtë dhe më pas kam një gjerësi këtu tek pjesa e kofshëve, dhe kjo donjëherë më krijon dhe probleme sepse shumë veshje mund të më rinë shumë lirshëm në pjesën lart dhe mund të më rinë shumë ngushtë në pjesën poshtë, edhe gjithmonë më duhet t'i modifikoj, pra i marr më të mëdha dhe tek pjesa e belit i ngushtoj, dhe e njëjta gjë më ndodhi dhe me këtë fustan. Por megjithatë duhet ta pranoj që materiali është goxha i mirë, nuk e prisja që të ishte materiali kaq i mirë, dhe ka goxha figurë, pra bën goxha figurë, sidomos tani për në verë, për një darkë, me ndonjë perlë, me ndonjë, nuk e di, me vëth perla, me një varse me perla, do duket shumë bukur, dhe me taka shumë të thjeshta të ngjyrë të zezë, të duken i vërtet shumë klas, edhe për çmimin që kishte, ja super vlen. Nuk e prisja që të vinte në këtë cilësi, të them të drejtën, sepse kam zgjedhur produkte vërtet shumë të lira, thjesht sa për të testuar dhe për t'i parë, nuk është se e vrava mendjen kaq gjatë, thash ok, do marr disa veshje dhe do t'i shohim se si do të vinë dhe të bëjmë një video për ta krahasuar cilësinë e tyre nga fotoja në realitet. Besoj se ky e meriton një 10 nga 10 edhe pse ka të gjerësinë tek beli, po ajo është problemi im të cilin duhet ta rregulloj. Dhe këtë e kam marrë masa S, dhe në qoftë se jeni masa S, merrni masën S, pra edhe XS mund të merrni dhe prap teori mirë sepse materiali është elastik. Pra në këtë rast të këtij fustani merrni një masë më pak sepse është vërtet elastik dhe nuk do t'ju nevojitet. Siç e thash, po e votoj 10 nga 10 dhe po ja u le poshtë linku në description box. Sa produkte, kemi dhe 2 produkte të tjera nga Temu, pra 2 veshje. Këtu kam zgjedhur një krop, një këmish le të themi. Është si kjo këtu në foto, pra ja, vjen kështu, me mangën pak të varur, dhe materiali është saten i zi, thjesht, nuk ka as edhe një detaj, mund ta kombinoni me bizhu të ndryshme dhe sidomos në qoftë se e kombinoni me bizhu gold, do duket perl fare gjatë verës, me një pak pantallona fine ose me një fund fin të zi. Kjo do duket shumë bukur dhe mund të krijoni shumë kombinime, ose mund ta vishni me xhinse dhe thjesht të vendosni disa bizhu dhe do duket goxha klas veshje, sepse është shumë e thjeshtë, por në momentin që e vesh jep goxha figurë dhe kështu në pamje të parë, kur e kam parë thash, ok, çfarë është kjo? Nuk ka lidhje fare me atë që është në foto, por kur e vesha ishte fiks ashtu si në foto, dhe këtë produkt e votoj 10 nga 10, mund ta porosisni direkt sepse kishte një çmim super të lirë dhe ja vlen. Vazhdojmë me produktin e fundit, sepse erdhi motra dhe më ndërpreu. Produkti i fundit është një fustan dhe është fustani që më pëlqeu më shumë nga të gjitha blerjet që kam bërë. Është këtu. Është shumë i thjesht, pra ka vetëm këtë lulen dhe vjen në ngjyra bezh dhe kafe që janë super in për momentin. Mbrapa kryqëzohen ripat, është fiks si në fotoja që po ja u le këtu, dhe nuk e keni iden se sa bukur dukej në trup, pra rinte fiks ajo silueta që unë prisja, ishte e mbledhur tek pjesa e belit dhe vinte komplet pas trupit, dhe këtë e kam marrë masën S dhe për këtë kam bërë përsëri shumë mirë, sepse isha në dyshim për të marrë S-n ose M-n, por kam bërë mirë që kam marrë masën S, sepse vërtet është fiks ashtu siç duhet. Nëse jeni midis 2 masave, zgjidhni masën më të vogël. Ky rinte super bukur dhe materiali është i mirë. Pra, për çmimin që ka është ok materiali, dhe un kam parë edhe shumë influencera që e përdorin shumë këtë lloj cope, këtë lloj materiali, dhe si duket sepse e qëndron shumë bukur dhe nuk tregon as edhe një lloj defekti në trup, dhe prandaj preferoj dhe e pëlqejnë kaq shumë. Në qoftë se do t'i vendosja një notë këtij fustani, normalisht do t'i vendosja një 10 nga 10 dhe linkun e keni në description. Këto ishin të gjitha blerjet që kisha bërë tek Temu dhe këtë herë ishin vetëm veshje, dhe në qoftë se do t'i vendosja një notë nga 10, do i vendosja një 9, sepse për çmimin që kanë e justifikojnë cilësinë që kanë dhe janë ok. Pra nëse doni veshje të cilat mund t'i vishni thjesht një herë ose 2 herë dhe thjesht për të bërë ndonjë kombinim,
është okay dhe Temu për të bler veshje, pra nuk është keq, pra mund ta quajësh në të njëjtin nivel me Shein. Aty thjesht se Temu ka më pak produkte dhe më pak marka, le të themi, se sa ka Shein dhe ndoshta do zgjerohet më shumë me kalimin e kohës. Deri atëherë ju mund të merrni gjëra shumë të thjeshta, sidomos tani për në verë, një fustan, një crop, një bluzë, janë okay, një këmishë, nuk është se janë cilësia wow, maksimale, ashtu siç mund të pretendohet, po janë një cilësi mesatare, goxha e mirë dhe thjesht për të ndruar për të bërë ndonjë kombinim. Me kombinimin e dur, këto gjëra duken shumë bukur edhe pse nuk janë të shtrenjta dhe kanë një çmim ekonomik, le të themi, janë okay. Kështu pra për sa i përket Temu dhe tani do t'ju tregoj blerit që kam bërë këtë javë, blerit e tjera pra. Do të filloj me Farmasitin. Kush më ka ndjekur e di që unë tek Farmasiti marr të gjitha produktet e kujdesit për fytyrën edhe make-upin tim. Këtë herë normalisht që po na vjen vera dhe kam vendosur që të marr kremin e diellit nga Altruist. Është ky kremi këtu me SPF 50. Të them të drejtën, nuk e kam përdorur më përpara këtë lloj kremi, kam përdorur një krem tjetër, të një linje tjetër. Por vjet më kanë dhënë një kështu tester të këtij kremi me SPF 50, edhe në momentin që kam përdorur atë testerin, më ka zgjatur goxha, më ka zgjatur gati 2 javë dhe ishte shumë e vogël dhe më pëlqeu shumë sepse nuk është nga ato kremet e diellit që të ngelet fytyra shumë e yndyrshme apo që të duket sikur nuk e ka përthithur lëkura. Këtë e përthith me njerë lëkura dhe qëndron shumë mirë dhe make-upi sipër duket akoma më bukur sepse jep një shkëlqim shumë natyral dhe jo të tepruar, pra jo atë ndjesin sikur ti e ke fytyrën shumë të yndyrshme apo sikur nuk po ta thith lëkura këtë krem dhe vendosa që ta marr. Si çmim ishte shumë i arsyeshëm, ishte vetëm 950 lekë, pra për këtë sasi 100 ml është kjo dhe besoj se është e mjaftueshme për 2 muaj, po besoj. Sepse me pak sasi përhapet në të gjithë fytyrën edhe, siç u thash, duket vërtet shumë, shndron vërtet shumë. Kjo ishte blerja që kam bërë tek Farmasiti. Dhe vazhdojmë me blerjen tjetër. Tani, kush më ka ndjekur e di që unë me 2 gjëra nuk ngopem asnjëherë. 1 janë çantat dhe 2 janë syzet. Dhe ja ku jam përsëri kam bler syze. Gjithmonë që marr një palë syze të reja, them, okay, vetëm këto do marr dhe më syze nuk marr. Dhe çfarë më ndodh? Marr përsëri syze. E njëjta gjë më ndodh edhe me çantat. Dhe më grumbullojnë aq shumë, kam aq shumë çanta dhe aq shumë syze sa nuk di se ku do t'i përdor më parë. Por në momentin që i pash këto syze, nuk mund të rria pa i marr sepse vërtet më pëlqejnë. Edhe vërtet e imagjinoj verën me to dhe janë vërtet e domosdoshme, kështu që i mora dhe nuk do ta vras shumë mendje, sidomos për çmimin që kishin. I kam marrë tek Daisy normalisht, ju e dini që unë aty bëj dhe bashkëpunime, dhe janë syzet më virale të momentit. Janë syzet nga Chanel, është kjo forma e veçantë në skeletin bardhëzi. Dhe më thoni, a duhet i merja? Patjetër që po, sepse për verën këto syze më nevojiten shumë dhe mezi po pres që të bëj kombinime me to. I adhuroj, kanë çdo detaj perfekt, ashtu siç unë do ta preferoja. Ja. Çfarë t'ju them më shumë? Kombinimi bardhëzi bashkë me këtë formën është një yll i vërtet. Dhe sa vo i pash, menjëherë thash, okay, do t'i marr. Por, mos harrojmë që për çmimin që i gjeni tek Daisy janë super blej, kështu që nëse ju i doni këto syze dhe i keni pëlqyer ashtu si dhe unë, kontaktoni Daisy Store dhe do ta shikoni se çfarë çmimi do t'ju jap dhe vërtet do ngeleni të kënaqur. Kjo ishte blerja e syzeve dhe blerja e fundit është një blerje që nuk e kisha menduar që do ta bëja, por ja që e bëra. Tani, të gjithë investojmë në aparate shtrenjta, ashtu siç unë kam aparatin këtu nga Sony. Investojmë në telefona shumë të mirë, iPhone, për të bërë foto të bukura, e të tjera. Por çfarë po ndodh? Kohët e fundit janë bërë virale digital kamerat e vogla. Dhe unë kam kamerën e madhe, normalisht këtë që bëj vlog.
kjo bën shumë mirë edhe fotot, sepse e kam testuar dhe kam bërë dhe foto me të, madje shumë foto që i kam bërë me aparatin, i kam edhe në Instagramin tim dhe duken shumë yll, pra duken shumë profesionale. Gjithashtu kam telefonin iPhone 13 Pro Maxin kam për momentin, i cili vazhdon të bëj fotos shumë mirë, edhe pse ka dalë 14, 15, 16. Ky vazhdon të bëj fotos shumë mirë dhe unë nuk e kam ndryshuar, sepse kur e kam bler të ri edhe cilësia ishte maksimale dhe vazhdon të ketë një cilësi të mirë për foto, të paktën për ato fotot e Instagramit. Por çfarë më ndodhi, duke qenë se ne bëjmë gjithë ditën scroll edhe shohim influencerat tuaja kryesisht, u bë shumë virale dhe është bërë shumë virale kudo të pasurit një digital kamera. Dhe unë vendosa që të marrë një digital kamera të vogël, është kjo këtu, si që shikoni. Vinte bashk me kartën e memorjes dhe letrën e falënderimit, kjo është faqja ku unë e kam marrë këtë kamera. Ka kamera nga më të ndryshmet, vjen bashk me kartë që është shumë e mirë, është shumë gjë e mirë, dhe ja ku është e vogël, e bukur, më thoni tani. E adhuroj, më pëlqeu shumë. Nuk e kam testuar akoma, tani do t'i vendos kartën dhe do t'a testoj se si do t'i bëj fotot, por jam fiksuar shumë me ato fotot me blitz që bëhen natën, sidomos në perëndim të diellit apo në shtëpi, ato fotot nga afër, ato portretet nga afër, sepse ai blitzi jep diçka ndryshe, edhe me telefon nuk mund t'i realizosh ato foto. Gjithashtu këtë kamerën e kam më tepër për vlog, edhe në kohën që jam me pushime ose jam në udhëtim, këtë kamerë e përdor thjesht për xhirime dhe kam pak të vështirë të organizohem, pra të bëj dhe foto dhe video me të njëjtën kamerë, bateria mbaron shumë shpejt, e tjera janë këto elementet të cilat vetëm vajzat që merren me këtë punë më kuptojnë, edhe më duket pak shumë e lodhshme ish kartën, vendos kartën në telefon, fotot, fshi fotot, ler vetëm videot. Dhe çfarë mendova, duke pasur një kamerë digjitale veç, telefonin veç dhe kamerën e vlogut veç, do ta kem shumë më të lehtë për t'u organizuar edhe për të bërë ato postimet e bukura. Tani nuk e di se çfarë cilësie do të ketë. Çmimi ishte shumë i arsyeshëm, kishte kamera akoma më të shtrenjta se kjo, kishte edhe kamera më të lira se kjo. Unë zgjodha diçka të mesme, thjesht për qef më tepër, për ta provuar, për ta testuar. Nuk e di se si do dalin, do t'i testoj dhe normalisht ju mund të më ndiqni në Instagramin tim dhe në kohën kur unë do të postoj foto do ta kuptoni se si është cilësia dhe pse jo mund të blini dhe ju një kamerë nëse e keni me dëshirë dhe me qef. Po e hap, që t'ja tregoj pak dhe të hapur se si duket. Ja pra. Kjo është kamera ime. Nuk është keq, me blitz dinin akoma më bukur fotot. Tani për momentin nuk i kam vendosur kartën, po jam e sigurt që kur t'i vendos dhe kartën do duken akoma më bukur. Kështu pra, këto ishin të gjitha blerjet që unë kam bërë këtë javë dhe vendosa t'i dedikoj një video të plot vetëm blerjeve, sidomos këtyre blerjeve në Temu, sepse e di që i preferoni shumë këto video dhe videot e kaluara kanë shkuar goxha virale. Nëse nuk e keni parë akoma videot e kaluara, normalisht i keni aty lart, mund t'i shikoni. Dhe kështu pra, ju mos harroni të më bëni një subscribe. Faleminderit që e ndoqët këtë video, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Ju puth të gjithëve dhe do të shihemi herën tjetër me një surprizë, besoj. Paçi!